tashmë zoti Kurti ka pranuar mandatin nga presidentja, i ka edhe 11 ditë për me provu me e bo qeverinë. Unë jam i bindur, siç kam qenë gjithmonë, që nuk ka numra, dhe kjo pastaj ezaurimi i provës së parë e sjell tendimin për provën e dytë, kushdo që mund të ketë shumicë, po nuk duket që ka kushdo tjetër shumicë, dhe kjo pastaj më len me besu që afatet kushtetuese janë të tilla që mund të përfundojnë në zgjedhje diku mes 30 nëntorit edhe 14 dhjetorit, ndoshta me 7 dhjetor. Kjo është matematika e thjeshtë, si më thonë, e procedurës para nesh. Tani, nëse na befason zoti Kurti që nuk kam ndonjë farë besimi që mund ta bëjë një gjë të tillë, e bën qeverinë për disa muaj, mesim me shkon zgjedhje në prill. Po unë besoj që është e kohë çfarë do qeverie tash, e cila do të kishte një jetë shkurtër dhe do të kishte mundësi që të sillte ndonjë dobi. Mendoj që është e domosdoshme, e rëndësishme dhe e dobishme që të shkohet në zgjedhje sa më parë. E prej këtij momenti ku po shoh zgjedhjet, mekanizmi që na çon zgjedhje është dështimi i krijimit të qeverisë.